Tani do të flasim për dy mënyra themelore të komunikimit në arkitekturën e kompjuterit, pra për komunikimin sinkron dhe asinkron. Këto metoda janë baza e mënyrës se si pajisjet elektronike shkëmbejnë informacion dhe njëja e tyre është thelbësore për të kuptuar funksionimin e rrjeteve kompjuterike dhe sistemeve të brendshme të kompjuterit. Në botën e rrjeteve kompjuterike dhe komunikimeve digjitale, transmetimi i të dhënave mund të ndahet në dy kategori kryesore. Çdo metodë ka karakteristikat, avantazhet dhe kufizimet e veta. Dhe zgjidhja e metodës së duhur ndikon drejt për drejt në performancën, besueshmërinë dhe fleksibilitetin e sistemit. Sa i përket komunikimit sinkron, komunikimi sinkron karakterizohet nga përdorimi i një sinjali të përbashkët të urës, i cili përdoret si referencë nga të gjitha pajisjet që marrin dhe dërgojnë të dhëna. Në këtë mënyrë, secili bit i informacionit është i sinkronizuar me një interval të caktuar kohor. Kjo metodë ka disa karakteristika thelbësore, të cilat janë transmetimi i të dhënave bëhet në intervale të rregullta kohore, duke e bërë rrjedhën e informacionit të parashikueshëm dhe të qëndrueshëm. Vonesat në transmetim janë minimale, pasi pajisjet e përfshira ndajnë të njëjtin ritëm të komunikimit. Shpejtësia e transmetimit është shumë e lartë, duke e bërë këtë metodë ideale për pjesët kritike të sistemit, ku performanca nuk mund të kompromentohet. Për shkak të këtyre karakteristikave, komunikimi sinkron përdoret kryesisht brenda komponentëve të procesorit, si në lidhjen e CPU-s me memorien RAM. Në buset e brendshme apo në pjesë të sistemit që kërkon një ritëm të qëndrueshëm dhe shpejtësitë e lartë të transmetimit, në thelb, sinkroni është zgjidhja ideale kur kërkohet saktësi dhe uniformitet i komunikimit. Komunikimi asinkron. Ndryshe nga sinkroni, komunikimi asinkron nuk kërkon një sinjal të përbashkët të urës, pajisjet që dërgojnë dhe marrin të dhëna punojnë në mënyrë të pavarur, duke përdorur sinjale kontrolli për të shënuar fillimin dhe përfundimin e transmetimit. Këto përdoren element si start biti, që tregon fillimin e paketës së të dhënave, dhe stop bit, që sinjalizon përfundimin e transmetimit. Ky sistem jep komunikimit asinkron disa avantazhe të dobishme, pra fleksibilitet të madh, pasi pajisjet nuk janë të detyruara të operojnë në të njëjtin ritëm, independencë për në funksionim, duke lejuar që secila pajisje të punojë sipas nevojave të veta, pa ndikuar në performancën e të tjerëve. Përshtatje për pajisje periferike, si tastirat, mouse-ut, printerat dhe pajisje të tjera që nuk kërkojnë shpejtësitë e lartë transmetimi. Pra, komunikimi asinkron është praktik kur kërkohet një ndryshueshmëri dhe qasje modulare, ku pajisjet mund të lidhen dhe të shkëmbejnë të dhëna pa pasur nevojë për sinkronizim të vazhdueshëm. Kur flasim për dallimet, dallimi kryesor mes komunikimit sinkron dhe asinkron qëndron te sinkronizimi kohor. Në komunikimin sinkron ekziston një referencë e përbashkët kohore që siguron shpejtësi të lartë dhe stabilitet maksimal. Ndërsa në komunikimin asinkron, pajisjet punojnë të pavarura, duke përdorur sinjale kontrolli për të koordinuar transmetimin, gjë që jep më shumë fleksibilitet dhe adaptim në situata të ndryshme. Në praktik, sinkroni përdoret aty ku performanca dhe saktësia janë kritike, ndërsa asinkroni përdoret aty ku liria dhe fleksibiliteti janë më të rëndësishme. Të kuptuarit e këtyre dallimeve ndihmon inxhinierët dhe programuesit të zgjedhin metodën e duhur për çdo sistem, duke optimizuar performancën dhe besueshmërinë e rrjeteve dhe pajisjeve. Në këtë mënyrë, komunikimi sinkron dhe asinkron nuk janë thjesht mënyra të ndryshme të dërgimit të dhënave, por janë strategji të ndryshme dizajni që përshtaten sipas kërkesave të sistemit. Njëja e tyre është themelore për çdo profesionist të teknologjisë që kërkon të ndërtojë sisteme të shpejta, efikase dhe fleksibël. Këto janë disa nga mjetet që përdoren për komunikimin sinkron dhe asinkron. Dhe pastaj kemi avantazhet dhe disavantazhet e komunikimit sinkron, ku avantazhet e tij janë reagimi menjëhershëm, ndjenja e prezencës sociale, hapësira për diskutim të drejtë për drejtë, ndërsa disavantazhet janë
varësia nga koha, mundësia e ulët e reflektimit dhe ndjeshmëria ndaj ndërprerjeve. Ndërsa avantazhet e komunikimit asinkron janë fleksibiliteti kohor, mundësia për reflektim, reduktim i presionit, përshtatshmëri në distanca të mëdha, dhe disavantazhet janë vonesa në marrjen e përgjigjeve, rritja e probabilitetit të keq interpretimeve dhe nuk është ideale për të gjitha bisedimet. Faleminderit për vëmendjen.